Kështu që të puna e depresionit tash jam shumë i kujdesshëm. E para them depresionin duhet me e trajtu ekspertët e fushës. Po dalim për tej. Jo on. Duhet me e trajtu ata. Mirë, po nëse e kemi ai gjen përgjigje, po nganjëherë ai s'don me apliku përgjigjen. Ai din sa njëri është që shkon te mjeku edhe si të shkojsh edhe te mjeku i lkurës ose i mendu që është për shkak të frikës nga doktori, që kur shkon te mjeku të ka lënë krejt. Po, nganjëherë ndodh. Se fëmijët i kompat që thonë tash u bona mirë valla. Po, jo, nganjëherë është edhe ndoshta edhe dhimbja të ka kalu, po ti e ke pas përqendrimin edhe vëmendjen te dhimbja. Në një moment caktuar nish përqendrim, edhe është se paska ik. Ka lidhje me, edhe me mendjen, me trunin, ku po fokusohemi më shumë? Ma kanë thonë mjek tash, si unë që di Po, na po flasim në suazat të fesë. Që dhimbja ka mujt me përfundu, por njeriu me mendu që akoma është duke dhi. E kam pa para 2-3 ditëve një video, një fëmijë i vogël kishte pas problem me dorën, e kanë nxjerr prej venit e kështu me radhë, dhe ai mjeku tash e morë dhe ja çiti dorën në vend. Ato kiropraktika që i thojnë. Ama i fëmija hala me ndonte se s'munët me lëviz dorën. Aja ofronte tash një ambëlsirë, mundoj me e kap me këtë dorë, ofronte të kjo dorë, 2-3 herë derisa e kapi. Kur e kapi, e pa dhe vetë ai që haj. S'po mëdhim ka ma. Qështu jemi shumica e jonë si pacienta jemi të kësaj natyre. Te depresione edhe te komplikimet e ndryshme psikike, psikologjike. Çka thon feja për këtë? Feja thot që njerëzit do të me i dëgju për hallet që kanë. Feja në radhë parë thot atë që e thash në fillim, te profesionisti, aty s'bën asnjë mënyrë na me mendu se feja thot diçka tjetër. Por nëse po e zom na ndodh që një familjari jone, tash ti nuk je as psikolog, nuk je as psikiatër, po ti e ke atë në shtëpi edhe 24 orë përballesh me te. Dosh me lujt psikologun për me lehtësu ati, unë prapë mendoj që të vullneti, të mendimi pozitiv, me eshtime me mendu pozitivisht, shumica e njerëzve sot, shumica gabova prapë, po një pjesë e njerëzve sot në të vërtet nuk kanë kur gjo. Po ankesat e tyne i kanë për shkak që rrinë shumë pa bo gjo, edhe futën në tripat të mendumit të thellë, edhe kush e diku i qënë mënyra e të mendumit. Qëta tash neve me na thonë për shembull krizat aktuale globale që janë. Çka ndodh me bo me u aktivizu armatimi bërthamor. A është kjo që nuk do të menajt me prit keqën? Me thonë, veç me nejtë natë që tash në Kosovë, si si më përfar faktori në aspektin geopolitik. Me thonë, çka ndodhë nëse fillojnë Izraeli, Amerika, Irani, Pakistani me përdor armatimin bërthamor. Çka ndodhë me neve? Po edhe na bohemi helat që thonë. Me një dynja, që Po pse me i majtë mend në atje? Po. Na do të me mendu qysh me uzhur nesër në mëngjes, me shku në punë me rregull, edhe me kry punët edhe detyrat tona. Një sen që po du me të sharu prej anës t'juj, fetare, shumë shpesh, kompanja që thonë përmenaj ma të keqën se më dalë ma e mira, që mu ka duk shumë, nuk e di. Feja thot, mendoj e të mirën, për me dojë e mira. Të gjenë e mira. Mirë, a bën me të sharu edhe njerë se realisht... Mendoj e të mirën, të gjenë e mira. Se po menaj ma të keqën për me dojë ma e mira, mu ka do komplet gabim. Për mendimin tema është mënyra ma e gabume e të mendumit. Po, edhe tjetra është për shembull ju mungon guximi dhe vullneti që ju po thoni, me u përballë me sfidat e jetës. Po, me marr hapa, për shembull ndoshta me kalu prej një stadi se e menon gjithë ma të keqën, po nuk e menon që po rrezikoj bre se ndoshta diçka gabim s'po bëj, po edhe nëse dështoj fundi botës. Po, edhe nuk është dështim mos mja dalë me të parën. Çdo dështim mësim. Jo, nuk është dështim mos mja dalë me të parën, na kur jemi mësu me ecë. Pra na kur jemi mësu me ecë, kush e di nga sa herë jemi rrezuar sa jemi mësu me ecë. Po na si shoqni, tash unë po përgjithësoj fatkeqësisht se po jetojmë çdo ditë, po i shohim këto. Na si shoqni ngurojmë me marr hapa se ose duhet me konë sigurum që po fitojmë një gjohë, se ndryshe po rrimë një vend se nështë rrezikoj diçka. Jeta realisht është plot me rrezikime. Edhe nuk mundesh plot suksese, nuk mundesh me arrit nëse nuk rrezikon. Masani plot suksese nuk mundesh me arrit nëse nuk e jep maksimumin. Edhe ne menojmë, edhe në aspektin fetar, nga njerë themi, Zoti nuk të ngarkon çka s'mundesh me e bartë. Kjo është e vërtet, është e pamohueshme. Mirë po Zoti kur thot la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon për te mundësive asnjënin. Fjala wus'aha konkretisht që përdoret në Kur'an është për maksimumin e mundësisë. Nëse unë për shembull kam mundësi ta ngres një peshë prej 50 kg,
edhe ama më vjen zar. Edhe them, valla, ti shkon 20 kg kisha ngrit, më bën 50 zoti s'u ngarkon, po ama mundem, mos u dorzo. Po. Nëse është 60 s'mundesh, atëherë thuj valla ç'tash s'po mundem. Ama me lyp komoditeti nuk sjell avantazh. Komoditeti nuk e çon njeriu përpara. Ne sikur të mos kishim shkuar në për shkolla, sikur të mos kishim ndjek domethënë trajnime ose aftësime të ndryshme profesionale, kishim ngel aty ku jemi. Pse njerëzit bëhen të veçantë? Po dhe uji bre nuk preferohet me pi kur kurrin me një vend non stop, ujë. Tash para mendon njëri, i gjallë, absolutisht njeriu do të më u mundu edhe do të më u boj dobishëm. Ajo që unë mendoj se i kish bërë shumë mirë shëndetit mental me apliku si udhëzim fetar është që të përpiqemi mes tjerash, të bëhemi sa më të dobishëm, jo vetëm për veten, po për rrethin. Edhe në momentin që për shembull na e ka pa hajrin familja e Xhan. Mos flasim për familjen e ngushtë, familja e Xhan. Na e ka pa hajrin fqinësia, na e ka pa hajrin edhe ai huji, dikujt i kemi ndihmu. Ai të paktën ka me e bëni lutje për neve. E vërtet. Edhe atë lutje Zoti ka me e pranu. Kështu që bamirësia ka ardhur në citate do të thënë hadithe profetike. Një prej tyre thot, kur jeni të sëmurit tuaj me sadaka. Do të thonë jep sadaka krahas trajtimit mjekësor edhe shëndetësor, jep sadaka, që ndoshta lutja e atij e bën ilaçin e suksesshëm. Po nuk e di nga hoxha i nderuar Fadil Musliu në studio na ka shpjeguar që një burrë është shëruar prej sadakas që ka bo gruaja e vet dhe u kanë domethënë mjek kanë thonë që pothuajse i kanë çu dorë prej tij. Nuk e kam thonë unë, po ka histori të këtilla. Tjetra, thot një thonjë tjetër akoma më interesante e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është e mirë me mbajt mend na se na mban atë motivin pozitiv, energjinë pozitive për jetë. Thot bamirësitë e ndryshme të ruajnë nga përfundimet e këqija. Çka mund të jetë përfundim i keq? Zoti na ruaj duke ecë në rrugë me ran një grop edhe me u mbyt atje. Ose Zoti na ruaj ndonjëherë na ndodh për shembull me mbet në shtëpi vetëm me e kalu natën, edhe dikuj mund të më shkumenje. Çka nëse unë sonte vdes, edhe një dytit ata të shtëpisë nuk kthehen prej udhëtimit ose prej pushimit. Prej këtyre seneve edhe tjerave që imagjinata e njeriu nganjëherë edhe mundet mos me i kap, bëmja e mirësive e mbron njeriu prej përfundimeve. Që ka shumë rëndësi për shëndetin mendor kjo. Për fund hoq për shkak të kohës, te pjesa e shëndetit mendor, depresioni dhe ankthi me tekst të veçantë, a ndodh që këto dyja të krijohen tek njeriu dhe prej djallit, çytjen nga djalli? Mundet me ndodh. Mundet me ndodh gjithsesi. Shef, duhet ta kemi parasysh, feja e konfirmon ekzistencën e djallit. E konfirmon gjithashtu edhe aktivitetin e tij. E konfirmon besa edhe ndikimin e tij me gjithë kufizum, me gjithë faktin se është i kufizum. Por unë personalisht jam kundër idesë që ne fajtorin e parë me lyp të djalli. Nganjëherë për mos suksesin ton, s'na ka faj kërkosh, jemi vetë fajtor. Kështu që duhet të përpiqemi të sanojmë për arsye se sa më lehtë edhe sa më mirë, edhe sa më në mënyrë korrekte që përpiqemi me gjetë ku është defekti, aq më lehtë do të jemi në gjendje me e sanuar atë. Mirë, po defekti nëse është dikun tjetër, ne e lypim të djalli, që ai gjithsesi kemi armik.